Motra shpat kasapit shpërthen në lot në varrim zbuli u tamaniti prekës para se të mbyll të syt për herë të fundit. Në Pallatin e Kulturës në Tetov sot mbretëroi një dhimbje pa përshkrueshme teksa qindra njerëz u mblodhen për t'i thënë lam të mirën e fundit këngëtarit të dashur Shpat Kasapit. Atmosfera ishte rënduar me hieshje që të shponte shpirtin dhe fytyrat e mbushura me lot, ndërsa fotografitë e Shpatit, lulet dhe qenjet rreth arkivolit krijonin një pamje rrëdhësjellëse. Mes dhimbjes së madhe vëmendjen më të madhe mori motra e atij Jehona. Ajo doli para të praneshmeve e dridhur dhe me zërin që i qahi nga lotët, ndërsa mbante në duar fjalimin për vëllohun që adhuronte. Jehona nuk e përmbajti dot veten dhe shpërtheu në lot, duke prekur zemrat e të gjithëve me fjalët e saj. Ajo tregoi publikisht amanetin që Shpati ja kishte lënë para se të ndajë nga jeta. Thot me zemër të thyrë jemi mbledhur për t'i thënë lam të mirën e fundit vëllohut tim, tha ajo e përlutur duke përshkruar Shpatin si njeri me zemër të jashtëzakonshme, që deri në sekundat e fundit mendoi për familjen e tij dhe njerëzit që deshin. Të praneshmit u ngritën në këmbë dhe në shenjë respekti, ndërsa fjalët e motrës së saj rikujtuan edhe një herë sa i dashur dhe sa i vlerësuar ishte Shpati nga të gjithë. Dhimbja për humbjen e tij mbetet e madhe, por kujtimi për artistin e paharrueshëm jehon në zemrat e njerëzve.